Kush e frikson njërin nga varfënia? Allahu apo kush? Shejtani. Shejtani frikson njërin nga varfënia. Ai thotë njerit, mos jep, jetë pa to, mos shpenza, mos shka këtu, mos jep, kështu me radhë. E frikson njërin nga. Prandaj, në shpesh e kemi frikë edhe e dominon një pjesë të madhe tjetër son frika jo reale. Hiç s'ka pasur me tut. Andaj besimtari punon, angazhohet, mundohet që me imbulu shpenzimet e tij, edhe në Allahun mbështetet. Po fukaralloku nuk i tutet. Nuk i tutet. Prandaj një beduin kur ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi alayhi salam i ka dhënë shumë. Po merre çto ka. Edhe çto merre edhe çto i ka japë pejgamberi. Kur ka shku tek populli vet, çuçi ka përshu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka shkoni te njëri hes po tut ke pe fukarallokut. Non po jap ka, se ata kanë kuptuar që njëri po t'jap atë që sultallose në vin, ai hiç nuk kishte frikë nga fukarallokut. Frika të nevojës mund të jetë e natyrshme e brendshme, nuk po që nuk vjen kurrë. Po flas për frikën që e dominon njeriu, që mbi bazë kësaj frike pastaj përcakton orientimin e jetës, prioritetet, angazhimet e tij. Kjo është e keqe. Për shembull, kur frika nga varfënia të huton nga obligimet ndaj Allahut mënduar. Kur frika nga varfënia të shtyn me prej ku është e ndaluar tek harami. S'dal kaq, pa e prej ka pak, pa i marr ka pak nuk bëhet. Kush të ka mësuar mutut për qësaj? A është frikë reale që kjo? A të ka mësuar krijuesi nga çka mutut apo dikush tjetër? Të ka mësuar shejtani. Prandaj të ndërmozër, ti thosh a'udhu billahi minash shaitanir rajim si fjalë, ndërsa frikën e tij e kin palc. Çfarë kuptimi ka kjo? S'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Prandaj besimi e qetëson shpirtin e trazuar që friksohet nga varfënia. E nga çka Allah na ka mësuar që kemi frikën? Tash frika është emocion i natyrshëm. Njeriu natyrshëm ka frikë. Po këtë problemi ka më orientu, veç që kjo është. Prandaj ka thonë Yahya ibn Muadh, një fjalë për mbledhse, kaj çka mundem me thonë sonte. Yahya ibn Muadh nga dietarët, veçanërisht nga asketët një devotshëm ka thonë, nëse njerëzit ja kanë frikën zjarrit si kafshatës gojës, në xhenet kishin të shkuar. Mutut nga xhenemi, që shtu të shakim hongër nesër, Firdaus shka në. Fëmiu friksohet nga errësira. Nga frika e tij ti qesh, të shjobe s'ka kush jam adorën apo. Prandaj për shembull njerëz që kanë kuptuar çka është drita, do thonë mos i gale se ç'është Zoti apo. Që këtu kanë fol të parë ton, këtu kanë fol të pleq ton, kanë fol baballarët ton, që kanë tu situata të frikshme.